Fermer, jemi bashkë për ta komentuar këtë klip, por para kësaj më lejoni ju them, besoj jeni të kuriozuar të dini se ku janë Alba dhe Lim, apo jo? Po. Ata janë ende në ferm. Në ferm. Keni pyetje në lidhje me këtë? Jo, unë s'kam pyetje se e di, po këta. Jo, po ma ata po flas. Anduel, Po, Luana. ka ndonjë Po, kam unë. do dalim të presim bashkë? Me mu? Po. Absolutisht jo, si ti presim. Jo, okej. Po bëja nga këto shakat e mia që janë humorizi, se janë këtu në skenë me mua. Hapi mikrofonat për Albën dhe për Lim. Patjetër. Anduel, besoj që reagimi yt ishte në lidhje me debatin e fundit që ti pate me Lim, që për hir të së vërtetës, duke qenë se klipi ishte shumë i zhurmshëm, më shpëtoj ky detaj derisa të pyeta me batute sipër. Por për atë diskutim, produksioni të ka dhënë të drejtë për sa kohë që Limi sonte ndodhet këtu, okay? Okej. Tani, Po, më thuaj. a do flasun lidhe me këtë gjatë që po? Po, do flasim bashkarisht. Alba dhe Lim mund thoni mirë mbrëma në mënyrë që të dëgjojnë që jeni këtu me mua dhe pastaj të komentojmë këtë që... Mirë mbrëma gjithëve. Mirë mbrëma! Zëri Albës, mirë mbrëma. O, Luana, Po, Anduel. a është e mujtën që ndërkohë të paktin edhe t'i shohim që ndërkohë ta bëjmë Jo, bisedë? këtë nuk e mundësoj dot. Por do dëgjohemi, po. Okej, të filloj unë? Po, më thuaj. Okej. Tani, unë me thonë drejtën, asnjëherë se kam pëlqyer lojën e tyre, por mua më është duk fake që nga fillimi, duke marrë parasysh edhe lojërat që Limi ka bërë kundrejtësoj dhe ka tentuar disa herë për me i thonë që nuk funksionon, por Alba me atë lojën ose naivitetin e vet, nuk e di se sa e vërtet është marrëdhënia dhe lidhja e tyre. Do me thonë, gjithmonë, herë çante, herë qeshte, pastaj qeshte, pastaj çante. Pra ishte, le të themi, u bë shumë toksike. E para, ndërsa për sa i përket rastit me Limin, atëherë Limi nuk është hera e parë që e ka bëa gjatë, e ka bëa edhe me Ganiun, që për hir të vërtet kemi qenë paksa të zhgënjym, sepse duhet ishte marrë mas që herën e parë, sepse është në një program të tillë nuk mund t'i thush tjetrit të shqaj ose të shky fytin. E para. E dyta. Masa më le të kujtoj që në ato puntat është marrë për të gjithë. Sepse ishte një situatë pas tjetre. A ishte kërcënim, por ishte dukshëm, por po kaloj iku ai rasti parë, rasti dytë, sepse thash, nga që po komentohet të që thash në video, rasti dytë, do me thonë, mënyra se si Limi gjatë gjithë asaj dite ka thyrë rregulla vazhdimisht. Pra nuk ishte rregulli i parë kërcënimi që mbani mu, por ka thyrë rregulla vazhdimisht duke u fut te fakiri bar, duke hek bateritë e mikrofoneve të fut bashkë, e tjerë, shumë, por s'po ceku ato, por po ceku atë që mu më prek. Tani, ne nuk kemi artu asnjëri për nesh, besoj për mu me dëgju kërcënime ose fjalë të te për ta, do më thonë, për sa i përket jetës jashtë. Mënyra se si Limi mu qas ishte as pak e hishme, pra nuk kemi artu me tërgu trimni ose me tërgu forcë, por për kundrazi, këtu kemi artu me tërgu gjithë cili vetën tonë, se që jemi të aftë të bajmë dhe të tërgojmë shqiptarëve se kush jemi. Atëherë, unë me thonë drejten, si mrena, ashtu dhe jashtë, nuk i kam pas asnjëherë qef këto kërcënimet, as nuk i kam toleru asnjëherë, se nuk e pranoj në një, sidomos në një program të tillë, më vije dikush dhe më drejtohet ma gjuhë. Dhe ishte le të themi, më vjen keq, seriozisht që shkoj situata këtu, se gjatë gjithë kohës unë kam pas raporte shumë mira me Limin, dhe më vjen shumë keq që u bë, le të themi, pika kryesore u bë kjo që ai u largu. Por duke qenë që ai kërcënoi, unë në asnjë moment nuk i kam kërcënuar as familjen, as asgjë, as Limin si individ. Me të thonë drejten, u mërzita pak kur kuptova që ishte largu të paktën, duke marrë parasysh, se unë jashtë nuk e kam njohur, por duke marrë parasysh kohën që kemi kalu këtu, unë prisha le të themi minimumi që tu sqaronim, i shtrëngonim dorën njëri tjetrit, në rast se unë e kam cënunin në një muhabet e tjerë me shumë të drejtë mi kërku falje, po e njëta gja edhe ai ta kërkonte faljen kundrejt meje si mu ashtu dhe familjes time. Limi? Por me gjithatë, nejse, okej. Ajo që dua të them nuk është vetëm për Anduelin, është për të gjithë fermerët që kam bashkëjetuar me ta, gjatë gjithë rrugtimit tim, gjithë respektin, gjithë dashamirësinë, jam munduar të jem aty pranë tyre dhe në asnjë moment nuk kam cënuar, ofenduar, bullizuar ose
pretenduar për të futur një konkurrent tjetër në lojë, në asnjë lloj mënyre, dhe as duke mu bë qefi kur del jashtë, dhe mundësisht ata që kanë hyrë brenda i kom hapur derën dhe i kom respektuar më shumë se normalisht kanë hyrë brenda dhe ju duhet i çik për kraje, ngrohtësi. Dhe unë nuk kam ndonjë farë ndjenje as inat, as urrëtie, por as dashuri për asnjërin nga ata aty. Për asnjërin? Jo, sepse kam thjesht një respekt reciprok. Dhe në ai shpërthimi që ndodhi në ato momente më erdhi keq, mund kishte qenë jo vetëm Alba, por çdo kush del, duhet dali me respekt, duhet ta mundësisht japim dorën dhe ta lejmë ta hedhim mbas krave çado që ka ndodhur. Dhe ishte i çik një agravim situate, unë nuk e kom prek familjen, nuk e kom cënu, nuk e kom shajt, thjesht kom thënë disa fjalë që ndoshta nuk duhet t'i thoja, dhe në qoftë se unë kom prek ose cënu me ato fjalët, pa prek familjen gjithmonë, mu më vjen keq vllai, unë për ty kom respekt, jam munduar disa herë të flas, por e kom zgjedhur që mos të flas, sepse aty duhet në fundit të tregojmë që secili veten. Dhe kaq. Qartë. Çfarë ju shtoj më shumë? Po, Big Mama? Jem edhe unë e njëjtë, vetëm respekt për Limin. Unë po flas për gjithë lojën dhe gjithë fermerët. Të gjithë i kam respektu dhe kjo ka qenë... Dhe me thonë, unë s'jam diçka e veçantë për ty, apo? Ti e tregon vetën se kush je ndaj meje. Dhe... Unë e kom tregu? Jo, unë akoma nuk kom pa gjo. Pa është një klip këtu, cilën ti se ke përmend fare, as një gjo që unë të pregem edhe ta ndjej që me vërtet Big Mama aty. Ti se ke pa daljen time nga këtu dhe çfarë kam unë komentuar, por unë kam mundësin tani ta shoh se çfarë ti mund të thush kur unë nuk jam aty. Aha. Kështu që nuk e di. Okej, faleminderit shumë, Lim, kaq. Pas për mua s'ke dashuri o Lim. Albano, duhet të komunikoj të lutem pjesën tjetër. Megjithatë, Lim, ne... Me jepni një plan për të parë fermerët, ju lutem? Megjithatë, gjithë cili prej nesh zgjedh rrugë të veta, por unë po e ripërsëris edhe herë, nëse i ndihet diku ose i ofendum ose diçka, me shumë të drejtë të thënë të kërkoj ndjes, ty dhe familjes tonë në rast se. Edhe shpresoj shumë që gjithçka të jetë të ngelet në kuadër të lojës. Okej, më vjen mirë për këto fjalë nga të dyja palët, ndërkohë që duhet dalem pak tek nenat, teksa shprehet që në një formë ndjehet përgjegjëse për daljen e Albës dhe Limit. Po, Luana, unë e një vetëm pak përgjegjëse, se mendoj që sherrri ka fillu që aty. Bile sherrri ka fillu kur Esteri ka tregu Albës që na kemi qenë duke bërë masazh. Gjithë shka ka qenë loj që ka cek edhe Limi prajmin e kalun, e kena bo me plan për dirisa ka qenë sfida e këtyre, na jena konë ferme dhe kena bo me plan që po dojna me bo pak provokime, pak loj dhe pak show, kështu që unë kumra dakord me ato, absolut nuk kena pas diçka tjetër edhe tema tona kanë qenë për jetat tona, për punë, për sene, vjen keq që Alba ka ra prej e këti provokimi, edhe më vjen keq që nësë unë i keq, i kërkoj falje publikisht, kështu që ju uroj suksese dyve, shëndet edhe ma të mirat njërë. Mund të komentoj diçka? Po, Alba. Tani njëherë rrath parë, unë ju uroj juve suksese, se ju po e vazhdoni garën. E dyta, ju nuk keni ndikuar as pak tek raporti im dhe i Limit, apo vetë tek unë personalisht në lidhje me garën brënda. Disa gjëra janë përtej gjërave që ju realisht i shihni, nuk e di pse e keni aq të ngushtë syrin për t'i parë disa gjëra më shumë përtej atyre që realisht po veprohen. Dhe nuk më ka ngelas një fjalë tjetër më shumë të them, sepse gjithmonë e kam thënë që koha i vërteton gjitha, dhe ju kur dilni nga aty, nga ferma, keni për të parë shumë më shumë gjëra dhe keni për ta parë shumë mirë se sa bllaf keni rënë vetë me fjalët e juaja dhe vetë me veprat e juaja. Ester, për çfarë ndërhyre? Ndërhyret e nena, sepse nuk ndodhi që ndodhi me Albën, unë s'kam asgjë kundrejt Albës, sinqerisht. Albës i kam folur shumë dhe i kam thënë që
kurse si mos binte pre e lojës mbi lojë që po krijon të Limi. Ama ajo që po thot Nena nuk më duket as pak Jo, ajo e i theu vërtet. rregullat shkoki i qasajna, se ka Ty mendu nuk se të ku me fut di dot çka është ndodh ty brenda. një njeri në lojë të fut deri te një shtypje kurrizi, po ty njeri në lojë nuk të fut për të futur poshtë organit dhe për të mbuluar kokën dhe për të fjetur me atë personin. Kështu që mbaj përgjegjësi për veprimet e tua dhe mos u I moju në justifiko. përgjithësitë e mia për ata të hiç mos e ki dert se nuk i kiti në shpinë. Shoqër janë kamerat, janë gjanat, edhe unë nuk u mujt më shku mu puth me Limin, as mu lezetov, po e kum zgjedh si mënyrë me bë masazh që me ndiku te Alba. Që të ndikohet te Alba çfarë? Provokim u kona, jena në loj, provokim, sikur ju që po i provokoni tjerë, po bullizoni me tjerë, po i prek një tjerë familje sene, po i prek një seksualitet, për qatë arsye, dhe mu po vjen keq shumë për ty. Këtu Hoxhenisa nuk i na orë as një mu po, po vjen shumë keq. Për Hoxhenis shka na tje ku është veni, edhe për Murgesh shka ku është veni. E pëlqen nuk e pëlqen është provokimi më i shpifur që mund t'i bësh kundrejt një femre tjetër. Shumë po vjen keq. Edhe dua të them diçka Luana, shumë po vjen keq. për te gjithçka e sinqerisht kishte marrë malli për atë qeshurën e Albës. Luana? Mund të them diçka? Luana, të lutem, mund të them diçka? Po, Alba, si fillim, pastaj Elenara? Shumë sjellje tani që unë po i shoh shumë false, sepse ju e keni pas kohën që ta dëshmoni veten tuaj, ndërkohë që unë isha aty mbrenda dhe jo të nisni kauza nga detaje të vogla që nuk janë për të nis kauza dhe ju e dini shumë mirë përse e kam fjalën. Dhe e dyta, të gjithë e dim që këtu jemi një reality show dhe ju kur e shihni që bëni gabime të cilat nuk janë gabime normale për të bërë, sepse janë gabime të rënda, shumë bukur në fund ditës jepni një justifikim që kjo është në kuadër të lojës. Jo të dashur femer, kjo nuk është në kuadër të lojës, jam shumë e bindur që këta jeni ju edhe në jetët e juaja reale, se çfarë jeni të gatshëm ju të bëni. Elenara? Jo për të ndryshuar opinionin që sapo tha Alba dhe Limi, po dhe jo për të ndryshuar klipin që unë kam folur në pak në plevic për ata, pasi minutazhi nuk lejon të thuhet më tepër nga çka kam thënë, por unë e ndjej si obligim moral t'ju them që mua sinqerisht ka ardhur keq për ikjen e të dy fermerëve, dhe të Albës dhe të Limit, pavarësisht lojës, pavarësisht provokimeve që bëri Alba, vetëm edhe kam shtuar aty në plevic që ju doli loja jashtë kontrollit të dyve dhe Limi patjetër që ishte i detyruar të bënte atë lëvizje për të nderuar figurën e tij si mashkull. Dhe i kam dhe uroj Alba të lutem. Ju uroj që të dyve një rrugtim jashtë sa më të qetë, sa më të mbarë. Elinara, mund t'ju them diçka? Kam ndje keqardhje, sinqerisht, por mënyrën se si ju ikët. Elinara, dritë, unë të besoj në çdo fjalë që ti e thua, se e di që e thua me pastërtim më të madhe, por për këtë që e the, për suksese jashtë, unë vetëm di t'ju them që fermer, bëhuni gati se ditë të arta për ju kam për të ardhur shumë shpejt. Qa du me thënë me këtë tashi? Ju mi presim nëse vini. Okej, dua të them të Kesër duke qenë se ka kërkuar fjalën dhe ju lutem regjist të më japi plane në mënyrë që ti shoh kush kërkon fjalën. Ester? Se Alba tashi po fletë me kunja gjatë gjithë kohës, unë e kuptoj shumë mirë, po dua t'i them Albës që ti vajzë dashur, që e një gocaj që mirë dhe ke shpirtin shumë bukur, për dal nga kjo loj me një falsitet të krijuar nga ju të dy, dhe sinqerisht më vjen shumë keq, sepse në fillim kisha shumë simpati për ty si vajzë, se kishe shumë lojra interesante dhe shumë gjëra të bukura për treguar veten, edhe për të na futur edhe në lojën e tjerëve gjithë si fermer, ama nga fundi shpirt të çdoi loja dhe ishte shumë e shpifur dhe njerëzit nuk mendoj që kanë qejf të shohin telenovela indiane, po kanë qejf të shohin realitet dhe një dashuri të pastër. Dhe ja kam thënë gjithëve që nuk mendoj që dikush këtu do të ishte kundër vend ty ose do të kishte thënë fjalë që ndoshta ti do mendoje në thonjza që këta po dyshojnë për dashurinë tuaj, kur shikojnë që në mes dy personave nuk është një dashuri as pak e vërtetë. Fermer të dashur, unë vlerësoj shumë opinionin tuaj, mirë po, mos harrojmë paraprakisht që të gjithë e dim shumë mirë se çfarë ndodh realisht në mes një çifti, dhe jo vetëm një çifti, po edhe personalisht në jetën e një personi tek pull vetëm, që jeta nuk është vetëm lumturi e vazhdueshme. Jeta është me pika lumturie. E para dhe e dyta. Je shumë mirë në fjalë të mëdha, po në mes një çifti. Kjo është realiteti që ndodh. Një sekondë. Ester, më fal. Po, Limi. Okej, ndoshta për ty është diçka absurde kur njerëzit janë më shumë real se duket. Wow. Dhe disa njerëz
Disa njerëz nuk pretendojnë që janë më të mirët, ose të sillen sikur janë më të mirët, pavarësisht se ne dim gjithçka për gjithkë. Dhe unë asnjë gjë vetëm ju kam vlerësuar, kështu që vlerësoni njerëzit ashtu siç janë. Unë të kam vlerësuar ashtu siç ke qenë, besoj ti di shumë mirë fjalët që Esteri ka pasur me ty, dhe gjithashtu dhe fjalët që kam pasur me Albën. Fjalët e tua nga prime in prime dhe me mendimet tua ndryshojnë. Kështu që unë nuk e di ku qëndron ti. Sepse ju të dy ishit ata që e krijuat këtë Ti, ku është e lojën. vërteta jote ndaj njerëzve që ke rreth rrotull, ti vetëm pret një situatë që ndodhi diçka dhe t'ja plasësh disa gjëra që ti ke pas mendjen tënde, që nuk janë hiç të hishme për një gocë që është super e mirë. Faleminderit shumë për vlerësimin, po dhe ti e një çun shumë i mirë dhe mendoj që kisha akoma më shumë gjëra të bukura për dhënë këtu në ferm se sa të bënit një gjë fake me njëri tjetrin. Se unë kuptova shumë mirë se ne kemi folur, ne kemi folur shumë bashkë me njëri tjetrin, edhe ti ke qenë ai që je shprehur dhe ke thënë që unë nuk e dua Albën, nuk ndjej për të, nuk kam asnjë lloj gjë, kemi qenë në lavanderia bashkë. To janë shumë vërteta, kështu që më vjen shumë keq që po më nxjerr mua keq, po Esteri nuk nxirret keq nga një histori falso. Faleminderit Limi. Tani, ti nuk je kërkush të gjithë historitë, a janë falso apo janë reale. Dhe është interesante se gjatë gjithë kohës, të gjithë ju që po komentoni, që po jep një opinione, vazhdimisht e përdorni fjalën loj, dhe kjo tregon në mënyrë indirekte që ju vetë jeni ata fermerë që jeni fut aty mbrënda dhe vazhdimisht po bëni loj dhe protagonizëm. Okej, Alba. Zhaku? Kam një pyetje për Esterin. Nëse ti nuk e besuar te kjo dashuria apo te kjo lidhja e Limit dhe Albës, atëherë pse e more përsipër ti thuash Albës që diçka po ndodh, mënyra se si po i qaset nena Limit dhe Limi nenës është pak e dyshim. Domethënë, pse i konsiderove çift në atë rast dhe në raste të tjera jo? Ja, të ta jap unë përgjigjen. Atëherë, jam munduar shumë shpesh të flas Albës për këtë situatë. Ajo prap ishte Alba që thoshte që unë e kuptoj që Limi po ma bën këtë gjën, po mua po më pëlqen kjo gjëja dhe unë do vazhdoj ta bëj këtë gjën. Dhe kjo që unë bëra, doja shumë që Alba mos qeshte kur unë flasë, është e shpifur. Kjo që unë bëra me Albën, kur pash nenën me Limin të shtrirë në krevat, pash nenën dhe Limin të shtrirë në krevat, shkova dhe i thash direkt, sepse kjo mendoj që ishte një pik e fundit që ajo ta mbushte mendin që plak nuk kam pse rri më me këtë çunin, sepse ky nuk po më respekton. Dhe nëse ti nuk e respekt për veten tënde si femër, mos prit ketë një mashkull. Mesazhet janë shumë të bukura, këshilla shumë e bukur, po jo për vendin. A do më dëgjosh pak? Dhe ti je shumë e mirë për gënjur një publik të tërë, po Esteri nuk e bën dot keqen në asnjë lloj momenti dhe më vjen shumë keq. A je sigurt nga 1 deri në 10, sa e sigurt je për falsifitetin tonë? 1.000.000%. Dhe unë jam shumë e sigurt që ju, fakti që e mendoni që është false gjithë kjo, po e përdorni si justifikim që ju të krijoni debatet e juja në lidhje, në raport se çfarë po bëjnë të tjerët. Se gjatë gjithë kohës po merreni se çfarë po bëjnë të tjerët dhe në asnjë moment nuk ju shoh që realisht të thelloheni brenda linjave të juaja në raport me të tjerët. Dëgjoj, sinqerisht më vjen shumë keq. Unë një sugjerim, gana ime, ju jap që shihni më mirë jetët tuaja, linjat tuaja dhe mos u merrni me raportet e të tjerëve. Shumë bukur e the Alba Pollozhani, që nga momenti që ti e larguar, i kemi bërë 2-3 biseda pra këto gjëra që ka dalë Prime dhe ju të dy nuk jeni përmendur më. Sepse nuk jeni përmendur dhe nuk mund ta thuash këtë gjën. Tjetra që dua të them është që ne kemi vazhduar jetën tonë normale, unë ju uroj shumë suksese të dyve, shumë respekt për ty, gjithashtu dhe për Limin, më fal nëse ndoshta mund t'ju kem lëndu në një moment, ka që kisha shumë respekt për të dy ju dhe shumë suksese. Dua t'ju përmend edhe diçka. Falja në rastet kur bëni gabimet me paramendim, kjo nuk të thotë që ju realisht të ndjeni faljen. Dhe në rast se bëni gabimin, kërkoni faljen, ju lutem, ju dëgjova, ju respektova. Ju dëgjova, ju respektova, tani më dëgjoni pak edhe mu. Dhe kur edhe rast se bëni gabimin pa paramendim, kërkoni falje dhe sërish e përsërisni gabimin, kjo do thotë që ju falje realisht nuk e kuptoni dhe nuk e ndjeni. Unë uroj për ju të gjithë mirat, shumë suksese dhe prap ju them që ditë bukra për ju kanë me ardhë shumë shpejt. Big Basta? Dhe ju uroj shumë fat.
Ajo, Luana, dhe një gjëtë lutem. Falja që ta kuptosh Alba Pollozhani, se ti ke qef emër dhe mbi emër, nuk ishte për këtë gjë falco që ishit ju të dy këtu brenda dhe lojën e shpifur që kishit ju të dy, jo ti si karakter dhe Limi si karakter, kam shumë respekt për ju të dy, loja jua ishte falco, më vjen shumë keq që jeni jashtë prej kësaj loje falco. Me Esterin nuk e di qa problemi ke përderisa Esterit ka ndojt afër gjatë gjithë kohës dhe u mundova shumë herë të të them që kjo gjëja shumë e shpifur dhe mos u mundo ta bësh. Dhe ideja është, falja që kërkova është vetëm nëse ndoshta mund të kem bërë të ndjesh keq në ndonjë moment, apo ty apo Limin. Me Limin nuk kam asgjë, kjo e gjitha ishte për ty. Gjithsesi ti edhe të kërkosh falje, ti mendon se gjuan me gur. Në rase të kaloj e stisur nga të dy, pse me mu pas ke gjë dhe me Limin s'pas ke gjë? Sepse Limi është shprehur i qartë, vajzë, që unë nuk kam asnjë lloj ndjenje për atë person. Ti sa po thesh edhe Limi ka boloj, edhe Alba ka boloj. Pse duhet kesh problem me Albën dhe jo me Limin? Kjo është loja, është shpirti im. Ti nuk do ta kuptosh dhe ti do të nxjerrësh Esterin të keqe, po Esteri nuk del e keqe sot e 1000 vite, nëse Esteri nuk bëj diçka të keqe. E keqe del ai që bën diçka të keqe. E ke gabim. Asnjërin aty nuk mund ta nxjerrim as keq, as mirë, gjithë secili e nxjerr veten, edhe fytyrën e vërtetë. Patjetër. Në çdo momenti. Inshallah, kamuflimi do të shkojë shumë gjatë. Besoj edhe i muj do shkojnë. Okej, Big Basta? Atëherë, doja ti përshëndes edhe Albën edhe Limin që janë aty. Thank you. Edhe ju them që ju respektoj gjithashtu, edhe ju përqafoj fort. Dhe si që kam dhënë re që në fillim që keni pas një shkëndi shumë të bukur me njëri tjetrin dhe jam deklaruar që nuk du të merë mas të komentoj me lidhjen tuj, sepse si që kam thënë gjithmonë në një qift, por sa kryuar, por edhe me më shumë ko nuk këndohet çdo ditë, por me gjitha të unë ju uroj sa më shumë fatë, suksese, dash zoti jeni bashkë prapë kur të mbaroj e gjitha kjo dhe mos harroni ta bëjmë atë super partin. Okej, nëse kam një koment shkurtër nga Castro. Hiq më erdhi një thënie i gjyshit para shumë vitesh që njeriu ti e provon kur i e pushtet edhe aty duken ngjyrat e vërteta. Duket fytyra e vërtetë. Unë mendoj që në atë ferm disa prej atyre, jo shumë, në këto ditë i ka dalë në fakt edhe ta quajmë një fytyrë që ne nuk e kishim parë deri. I referohesh kujt? Disa janë aty në fakt. Do më thua shemra? Po për shumë me që ishim të Esteri dhe Esteri kam parë disa anë të saj që deri para pak ditësh nuk e kisha parë. Ndoshta ishte zaptimi territorial që Alba kishte në atë ferm dhe me njërë pas daljes Albës unë kam parë një Ester po i quaj pak më në thonjza pak më arrogante. Jo pak më, po një arrogante në thonjza, sepse ajo nuk ka qenë ndonjëherë arrogante deri në atë pikë. Mendoj që ndoshta është kjo që ne sapo tham, ndoshta dhe ditët, ndoshta dhe siguria që ti merr në lojë me kalimin e kohës dhe ditëve, por Esteri ka mendoj që mund të quhet ajo vajza që ka pak kohë që ka hyrë pak vetja në qef. Absolutisht, unë nuk kam se të hyj vetja në qef kur unë nuk di asgjë për veten time përveç se çfarë jam këtu në ferm. Dhe të gjykoni jetët e tjerëve. Dhe e dyta, Castro, Esteri nuk jam kur arrogante, përkundrazi. Esteri jam rritur nga një familje me plot rregulla, parime dhe edukatën maksimale. Ester, nuk ka lidhje, atë nuk e vënë në diskutim. Edukata ime atë se vënë në diskutim. Për çdo lloj fermeri këtu brenda dhe unë kurrësi nuk jam arrogante, sepse përfshihem në një lojë dhe bëhem ndoshta pak me nerva se jam e mbushur gjithë të ditë që thjesht kam mendimet e mia në kohë, kam ngarkesë, nuk do të thotë që Esteri jam treguar arrogante, edhe sinqerisht më vjen shumë keq që ke menduar kështu. Ke pas disa momente, sa për aty që the unë as e vën në diskutim, ti e ke treguar gjithë të ditë se nga vjen si e rritur, se çfarë rije në tërsi në gjithë atë, por në disa momente ka parë që ke lozur me disa porta. Të tregojmë me sinqert. Okej, do kemi mundësi të ndalemi tek Ester Castro më vonë në lidhje edhe me javën e saj si kur e fermere, kështu që do kemi mundësi ta diskutojmë lojën e saj. Për momentin ishim në diskutimet e përballjen e tyre me dy të larguarit tashmë nga ferma VIP. Mirë, fermer, unë do largohem nga ju përpara se ta bëj këtë, ju njoftoj se vetëm pas pak do të kemi sfidën e buxhetit për të realizuar tek arena e brendshme dhe nuk do të luajmë darts të vërtet, në vend të shigjetave do të kemi vezë. Kështu që bëni gati ju. Ne kthehemi në studio dhe unë të ky plani im
interesant që kam tani, dua të bëj një dedikim të madh dashurie se ora 12 ka shënuar. Edhe jam shumë e lumtur që të kam pranë jetës time si gjysmën time dhe uroj të të kem kështu sa të kemi jetë të dyja bashkë. Shumë urime ditëlindjen, Marina, të dua. Edhe ne të dua! Se më gjete në skenë edhe traditën familjare që të vi me tort në shtëpi, sonte nuk e realizoj to. Edhe ne tua, Marina! Faleminderit, faleminderit. Marina, të duam dhe ne. Okej, tani kemi një tjetër klip për mbledhës në lidhje me dy kryefjalat. Thuhet dy kryefjalat? Jo. Dy kryefjalët. Dy kryefjalët. Po robi ndonjëherë gabime, patjetër, madje bësh shpesh gabime se vetëm nga gabimet mësojmë në këtë jetë. Në lidhje me rrugtimin e tyre, pak a shumë atë që fermerët thanë, një herë të dua, një herë s'të dua, jo po duhemi, jo po s'duhemi, puthemi, zihemi, s'dim ku jemi, po e dim ku jemi. Shohim klipin bashkë e diskutojmë ata dy. Për të vënë kështu kapakun historisë.